Unë veç du me i falenderu shumë Yllit për këtë donacion të mrekullueshëm që ja ka bo shkollës Prenk Jakova. Edhe tash me 23-24 kemi pas koncertin e mrekullueshëm të Yllit, pra në këtë muaj. E po ashtu me ju tregu që kryeqyteti përveç shtron asfalt, drejt kanalizime e shumë tjera që duhet me kry komuna, po ashtu investon edhe në art e në kultur, edhe jemi shumë krenar që në këtë aspekt kemi një bashkëpunim të mrekullueshëm me Yllin për me ndihmu edhe talentëve të ri në kryeqytet, pra që ardhmja jonë të jetë edhe më ndritshme për brezat e ri. Ka qenë më e pakta që kena mujtë me bo, qatë sa kena mujtë me gjithë instrumentin dhe kështu available dhe ndryqem për këtë salë dhe për këtë shkollë, e kemi bo. Nuk ka me qenë gjaja fundit që kena me bo për shkollën Prenk Jakova. Unë e vlerësoj që sa ma shumë kryon kushtet edhe mundësit që talentet e rinë që puna përcjellin tash me ardhë edhe me u arsimu këtë edhe me u eduku, që është ma mirë është për Prishtinën, për Venin, për Kosovën.